Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur këtë të premte në samitin e Tivatit. Ky samit do të vlerësojë ecurinë e negociatave të antarësimit, planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, si dhe propozimet për integrimin gradual të vendeve të Bashkimit Evropian. E pranishme në këtë samit ishte komisionerja për zgjerimin e BE-s, Marta Kos. Sipas saj, ajo është pozitive për sa i përket vendeve si Malizi dhe Shqipëria, të cilët janë dy kandidatët më të mundshëm për integrimin në Bashkimin Evropian. Mesazhi më i rëndësishëm që Bashkimi Evropian u dërgon vendeve të Ballkanit Perëndimor është se jemi duke ecur përpara dhe gjërat po lëvizin. Këtë po e shohim tek Malizi dhe Shqipëria, të cilat po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet edhe gjatë samitit në Tivat, deklaroi ajo. Gjatë samitit gjithashtu pritet të prezantohet një plan i përbashkët mes Francës dhe Gjermanisë. Ky është një plan i cili do të përfshijë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut si edhe Moldavinë. Sipas këtij dokumenti, vendet kandidate do të shpërblehen për përmbushjen e kritereve të antarësimit, përfshirë edhe një akses më të privilegjuar në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe mundësinë për të dërguar vëzhgues në institucionet evropiane. Shumica e këtyre vendeve presin prej vitesh të antarësohen në Bashkimin Evropian. Kandidati më i avancuar aktualisht konsiderohet të jetë Mali Zi, i cili synon të përfundojë negociatat e antarësimit në vitin 2027. Gjithashtu një samit i veçantë mes Bashkimit Evropian dhe Moldavisë është planifikuar të mbahet më datën 22 qershor në Bruksel.